Edicioni 49 i kampionatit evropian i karates për senior që filloi dje në qytetin Tempere të Finlandës ishte fatal për garuesit nga Maqedonia. Kampioni i 4 fisht evropian në kategorinë U21 dhe fituesi medaljes së bronz në kampionatin evropian për senior në Budapest. Berat Jakupi është eliminuar që në luftën e parë nga karatisti italian Nello Maestri me rezultat 0-1 në kategorinë me radh. Ndryshe edhe karatisti italian, i cili e ka eliminuar Berat Jakupin, ka pësuar disfat nga karatisti turk që mbron gjyrat e Gjermanisë Bollat Mehmet me rezultat bindës 5-3, dërsa në këtë grup në kategorinë minus 84 kg më i mirë ka qenë karatisti turk Gunduz Gokhan. Jam shumë i dëshpruar nga kjo luftë dhe disfata. Nuk kam koment më tepër, tha pas luftës Berat Jakupi. Nga garat e kampionit evropian është përshëndetur edhe shqiptari tjetër në përfaqësuesën e Maqedonisë, Ferhat Korbliç, i cili pas fitores bindëse 4-1 kundër Murat Shahin nga Zvicra, në luftën e dytë pas barazimit 1-1 me Slovakun Matus Selekovski, është eliminuar me vendimin e gjyqtarëve. Karateisti i tretë i reprezentacionit të Maqedonisë, Simon Antić, në kategorinë plus 84 kg, pas 2 fitoreve është eliminuar në luftën e tretë. Shkaqet e disfatës së 3 karateistëve të Maqedonisë në këtë evropian, me siguri do t'ju arsjetojnë seleksionuesit pas kthimit në vend.